përgjigjestroj mashtrimet e policisë ose të hajdutave të kriminalëve, trafikantëve që sundojnë policinë e Trapojës, dhe jemi gatshëm të përballen me drejtsinë në jo në Shqipëri. Në ta në botën ku të dojnë, ku së dojnë jemi gatshëm të përballen me ta. Mafia shtetërore që vetë në Trapojë nuk bën mirë se ka vrasë sa dush. Nuk është zonë krimi Trapoja. Trapoja shflet shumë i qetë, me njerëz shumë mirë dhe shumë bëllar. Por, nëse i intereson politikës, ose dikujt tjetër me trazu njerëz, me do vrasën Trapojë, me do të rënë Trapojë, pastaj është puna atyre që drejtojnë të operacione. Unë jemi gatshëm të përballem me drejtsinë, nëse kam gjyrt ose nëse ka basan fazës më jarë, që zotit. Zotësharë, ju po thonë që jeni gatshëm të dorëzoni pranë policisë dhe ju si nuk keni asnjë detyrim ligjor le të themi me shtetin shqiptar. Absolutisht. Kam pasit i procesit gjyqësor të Avondurës të procesit që më ka dënuar gjykata e Gjob për detyrim vetit në gjelës të pa derior në qenë të rregull. Më ka dënuar me 7 bilet të Gjob dhe procesi gjyqësor ndaj meja është mbyllur, përfundimisht. Nuk ka gjë. Unë jam në Tiranë. Kam qenë në Tiranë deri në Kthyer, në Blerëshinë për familjen. Dhe e përballet me makinat në ersin të s'kisim asishe dalusin që në policia. S'mu ka bën asi paralelin që është policia, kanë fillu kanë hapë zjarë drejt me në ersin, kam ishtë se kam mëndu që është atentat ndaj me gjithë diska tjera. Përgjigjestroj se nuk kam gjyt më marë, e kam gjyt nga policia dhe jemi dëmtum në trup, e kam gatshëm dalë në vidë studiet, kështot një sa pluma i goshen të mon nga mafia shtetërore që fundon në Trapojë. Kanë dalu makinat kryç, kanë zbit nga makinat të arën, në dujtë e gjërë dhe makina, s'kam pasi gjërë dhe fri plumat. S'kam vikë normal të gjithë kushimin për a plumove, jetë ashtë andër.